Ekskluzive. Këmbët përpjet dhe buzëqeshje plot, Egli takoi vë flakën Instagramit. Pas një sezoni të ngarkuar televiziv, këngëtarja dhe prezantuesja Egli Tako ka vendosur t'i bëjë vetes një dhuratë të vogël. Disa ditë pushimi në Turqi. Artistja, e cila prej disa kohësh është pjesë e programit të njohur e diell në Top Channel, ku drejton një rubrikë të dedikuar fëmijëve, ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale pamje nga ky udhëtim relaksues. Në postimet e saj, Egli shihet duke shijuar atmosferën e ngrohtë dhe mikpritjen turke, teksa ndodhet pranë detit dhe mes natyrës. Ajo ka zgjedhur të ndajë momente të qeta e spontane, duke reflektuar qetësinë dhe energjinë pozitive që i ka dhuruar ky udhëtim. Një prej fotove të saj ka tërhequr veçanërisht vëmendjen e ndjekësve. Në të, Egli shihet me këmbët e ngritura gjatë vozitjes, një pozë e cila është komentuar gjerësisht për thjeshtësinë, por edhe për karizmën që ajo përcjell. Reagimet në rrjet nuk kanë munguar, me shumë ndjekës që e kanë komplimentuar për stilin e saj të natyrshëm dhe mënyrën e veçantë me të cilën e përjeton jetën. Egli, e njohur për pozitivitetin dhe profesionalizmin e saj, duket se ka gjetur mënyrën ideale për të rifreskuar energjitë pas angazhimeve të shumta televizive. Ky udhëtim në Turqi, përveç se një aratisje e shkurtër nga rutina, i ka dhënë mundësinë të lidhet më shumë me veten dhe të ndajë me publikun anën e saj më të qetë dhe njerëzore.